Zyrtarisht, në sezon turistik, e dita ditës flukset e turistëve përqëndrohen në zonat më të vizituara të Shqipërisë, ndërsa Inspektorati i Punës vijon kontrollet për të minimizuar informalitetin. Në një intervistë për Skan Televizion, drejtoresha e Drejtorisë së Inspektimit, Erida Qosja, theksoi se qasja këtë vit është se çdo plan i bazuar me risk është objektiv kryesor i kontrollit, kryesisht në sezon turistik. Shumë e rëndësishme që të thuhet se Inspektorati sot, këtë vit, ka një qasje shumë të modernizuar sa i takon ndërhyrjeve të veta, rritjes kapaciteteve të veta, dhe mund të themi që është një trup inspektuese që kemi pritshmëri shumë të larta për kontrollin apo për përmbushjen e misionit që ky institucion ka, në raport me sezonin turistik, për cilin gjithë jemi dëshmitar, i cili ka një numër jo të vogël çështjesh që kanë nevojë për adresim, që lidhen me informalitetin, punësimin e të huajve, punësimin e të miturve, e punëmarrësve nën 18 vjeç. Qosja gjithashtu theksoi se ky institucion ka modernizuar planifikimin e kontrolleve përmes platformës Mira. Një nga masat që ja vlen të theksohet është lëvizja e stafit, që do të thotë duke fuqizuar drejtorit dhe duke çuar inspektor nga drejtoritë rajonale në zonat cilat nuk kanë këtë përqendrim sezoni turistik, në zona ku i kemi pikun e punëmarrjes apo të zhvillimit të bizneseve. Kryesisht në zonën bregdetare, sepse edhe fokusi i sezonit turistik zhvillohet atje, pa lënë jashtë vëmendjes sigurisht edhe turizmin malor apo turizmin sipas specifikave të çdo rajoni që mbulojnë, ndërkohë që edhe inspektorët e drejtorisë qendrore do të jenë pjesë përbërëse e grupeve të inspektimit. Në 5 muajt e parë të këtij viti ka një tendencë në rënje të informalitetit.